Emmanuel Macron po mbërrinte në Île-Lunge, bazën kryesore të forcës bërthamore detare të Francës dhe vendodhjen e 4 nënzetëseve bërthamore me raketa balistike. Në mesin e zhvillimeve dramatike në lindjen e mesme, presidenti francez mbajti aty një nga fjalimet më të rëndësishme të karrierës së tij. Përballë përfaqësuesve më të lartë të shtetit dhe të ushtrisë me nëndetëse balistike në sfond, Macron njoftoi një evolucion madhor të doktrinës bërthamore franceze, duke bërë të ditur përfshirjen e disa vendeve evropiane. Kreu i shtetit tha se Franca do të rresë numrin e kokave të saj bërthamore dhe ajo nuk do t'i publikojë më shifrat e arsenalit të saj, ndryshe sa ka ndodhur në të kaluarën. C'est pourquoi Ka urdhëruar rritjen e numrit të kokave bërthamore në arsenalin ton, për të dhënë fund çdo spekulimi. Nuk do të komunikojnë më shifrat e arsenalit ton bërthamor, ndryshe nga sa mund të jetë bërë në të kaluarën. Prandaj për të qenë i lirë, duhet të jesh i friksuar dhe për të qenë i friksuar, duhet të jesh i fuqishëm. Contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Macroni njoftoi gjithashtu bashkëpunim më të madh me aleatët evropian, të cilët do të marrin pjesë në manovrat bërthamore franceze. Gjatë fjalimit ai përmendi edhe mundësinë që Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania të punojnë për projekte raketash me rreze shumë të gjatë veprimi.